Pata rast shifja në rrjetet sociale një video cilën unë do t'ja uvej masi t'i them dy fjalë me ju miqtë e mi. Keni gjithë drejtën e Zotit që të protestoni. Keni gjithë drejtën e Zotit që të protestoni për ato prona që janë bërë rrumpallë në këtë vend. Keni gjithë të drejtën e Zotit për me protestu për gjithë të hajna që janë vesh me pushtet, që me fodullizmin e tyne edhe me pordhën e tyne ja kanë pru majtë hunës gjithë dynjallikut. Keni gjithë drejtën e Zotit për me protestu për 1.100.000 halë që ka çdo familje jona. Vetëm se shikojni këtë video dhe mos ja prisni rrugët fëmijëve tanë për të ecë përpara. Sepse kjo mundësi që ka ardhur për me pru këto emra të botës, mos shfrytëzojnë mllëfin që ne akumulojmë nga 1.100 probleme për ta shkatru këtë vend edhe për mos me kthy kokën kërkush mo nga ky vend. Respekt e miq edhe ndjes nëse jam boj bezdisshëm.